Numërimi të mbi 95% të votave në nivel vendi, lëvizja vetëvendose ka arritur të sigurojë 56 ulëse në kuvend, duke marrë pak më pak se 50% të votave. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kjo është një rritje konsiderueshme për vetëvendosjen që në krahasim me zgjedhjet e shkurtit të këtij viti ka shtuar 8 ulëse nga 48 që kishte më parë. Në anën tjetër, Partia Demokratike e Kosovës ka siguruar 23 ulëse, me 21% të votave të përpunuara deri tani. PDK-ja ka humbur një ulëse krahasuar me zgjedhjet e kaluara. LDK-ja, e cila kishte një numër më të madh ulësesh në kuvend, ka pësuar humbjen më të madhe, duke humbur 5 ulëse nga 20 që kishte në zgjedhjet e mëparshme. Aktualisht LDK-ja ka 15 vende në kuvend, ndërkohë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka siguruar 6 deputet. Sipas llogaritjes së bërë me formulën dhond, janë të pashënuara ende disa ulëse nga votat që nuk janë numëruar plotësisht, si ato nga posta dhe ato nga përfaqësitë diplomatike. Në total, 20 ulëse të tjera ndahen për komunitetet, duke përfshirë 10 ulëse për komunitetin serb dhe 10 për komunitetet e tjera. Për të formuar shumicën, një koalicion i partive duhet të sigurojë 61 vota.